Deputetja e vetëvendosjes Albulena Axhiu ka folur për temën e presidentit të Kosovës, duke qenë se Vjosa Osmani është gati në fund të mandatit të saj dhe më së largu brenda marsit duhet të zgjidhet presidenti i ri i vendit. Kemi thënë që do të kemi takime me presidenten Osmani për të parë rrugën që do të ndjekim, për të parë qëndrimin në raport me këtë çështje, është shprehur ajo. Më pas Albulena Axhiu ka thënë se kryeministri Kurti dhe presidenti Osmani do të kenë takime për këtë temë. Do të shohim si do të shkojë situata, por ne jemi shumë të interesuar që të mos e çojmë vendin në zgjedhje sërish, për shkak se kemi humbur mjaft kohë dhe nuk kemi nevojë për zgjedhje të tjera, por opozita është e vetëdijshme se nëse nuk pranon që të jetë në këto takime, që të kontribuojë për te kalimin e kësaj situate, Kosova nuk ka nevojë për qëndrime barikaduese, tha fillimisht Axhiu. Kur u pyet nëse ka një dakordim mes Kurtit dhe Osmanit për një tjetër mandat si presidente të kësaj të fundit, Axhiu përgjigj duke thënë: "Thash që kurdo që do të ketë takime, opinioni publik do të njoftohet, takimet do të jenë transparente dhe nuk ka ndodhur asnjë marrëveshje apo një takim i tillë. Ka një përpjekje të madhe që të bëhen deklarime të tilla pa konfirmime të sakta, por po përballemi me lajme të tilla që nuk qëndrojnë. Presim takimet dhe të shohim rrugën që do të ndiqet", u shpreh ajo. Në lidhje me një kandidaturë të mundshme të Glauko Njufcës, numri 2 të vetëvendosjes për postin e presidentit, Axhiu theksoi: "Të gjitha çështjet do të fliten gjatë ditëve në vijim. Gjatë kësaj faze sigurisht që do të ketë emra të përveçëm që do të përfliten. Grupe të ndryshme propozojnë emra, por ne nuk kemi vendosur që të jetë kandidat për president zoti Glauko Njufca. Ai u propozua si ministër i punëve të jashtme dhe deri tani nuk ka ndërruar diçka, por me siguri nuk mund të flasim për askënd derisa nuk ka takime ende", është shprehur ajo.